Shqetësimi për ndryshimet që po kryen në ambient dhe kishës së shëndotë në Laç ka bashkuar qytetarë dhe përfaqësues të klerit, të cilët kanë dalë hapur kundër ndërhyrjeve që po realizohen në këtë vend të shenjtë. Të pranishëm pranë kishës, ata kërkuan pezullimin e menjëhershëm të punimeve, duke argumentuar se projekti aktual po dëmton rënd identitetin fetar dhe simbolik të këtij pelegrinazhi të rëndësishëm. Sipas tyre, mënyra si po ndërhyjet rrezikon të deformojë hapësirën e shenjtë, duke dhënë asaj pamje që nuk përputhen me funksionin dhe traditën e saj fetare. Frat Nduhet Toplana, në emër të besimtarëve, theksoi se ndryshimet e planifikuara e largojnë kishën nga karakteri i saj shpirtëror, duke e shndërruar në një ambient që ngjan më shumë me një zonë funerale apo infrastrukturore, sesa me një vend lutje dhe reflektimi. I bëjmë lutje provincë urnit ton që ta anullojnë i këtë projekt edhe të bëjnë një kishë si për këtij vendit të qajtë. Dhe më thonë, ta anullojmë një kript që është përvore. Konkretisht, cili është shqetësimi juaj? Shqetësimi jo në pikrisht që mos të hymë në një kript, në një varr i përbashkët me ban lutje. Po, na pretendojmë sepse këtu është ban një projekt ku do të prishet krejt kuveni, krejt sheshi, deri te parkingu, krejt çdo gjë aty prej ashtu kishën e vogël, edhe në fund poshtë saj, poshtë ku jena na i tash, do të bëhet kripta. Veni për lutje. Edhe kripta, gjithkush e din e përbot, sa është vend vorrësh. Edhe na, normalisht, unë nuk kam shef se që shqiptarët, për gjithherë, si të vinën këtë kishë, të hynë në vorë për më lutë. E dona si të kena një kishë si për venit e si për sheshit. Dhe më thënë, kjo është kryesorja. Kisha e Shnanojt, sot do të kthej, është një prifto se ru vetëm 2 dhi. Dunë ma bon, dhe më thënë, një stan baktish. Kjo është kisha më madhe që mund të ketë, jo Shqipëria, po Rusë dhe Toksor, për mua është një Vatikan i dytë. Është Vatikan, dhe të bësh këtë lloj masake, unë më thënë të drejtën, do t'i kërkej pak llogari Zotit si ka mundësi që i lënë të njerëz me bë këtë masakër. Unë jam kundër projektit se nuk jehna në kohën e pellazëve me hinë tunel, që po na luftojnë pagant. Ka kaq vite, to ja dim historikun kësaj kishës, kur u rrenon mbi 30 ushtarë u paralizuan, që veni shenjtë është ki. Tu të bëhet një diçka madhështore, të pyllëzohet veni, të zbukurohet veni, të jetë një kishë. Tu vinë kroat, bulgar, polak, rumun, nga gjitha antër, po të vish verës, tu habitësh. Tu do të bëhet një mrekulli. Kjo prodho vetë lek për ta ndërtu kishën. Nuk ka nevojë me marrë nga anë tjera, po lek t'i shpërdorin. Jam kundër atyne që duhet me renu këtë vend. Dhe duhet bashkëpunojnë me popullin e Kurbinit për projekte këtu. Jo me njerëz sepse mushin qepat me para dhe iken. Fluturojnë si avionat. Në përfundim, komuniteti besimtarëve u bëri thirrje institucione përgjegjëse që të dëgjojnë zërin e tyre dhe ndërhyjnë për gjetur një zgjidhje konsensuale, e cila respekton ndjeshmërinë fetare dhe garanton ruajtjen e dinjitetit dhe shenjtërisë së kishës së shëndotë në Laç.